Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shfuqizohet koncesioni në Straçinës të Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministri Zed Mexhiti vlerësoi se qeveria nuk do të lejojë shfrytëzimin e pakujdesshëm të burimeve natyrore. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Zed Mexhiti njoftoi se qeveria shfuqizoi në mënyrë të njanshme kontratën e koncesionit për shfrytëzimin e gurit gëlqëror në komunën e Gazibabës e nënshkruar 10 vite më parë. Zyrtarisht thuhet se inspektimi konfirmoi se koncesionari nuk e ka përmbushur kontratën dhe ka pasur ndërprerje të gjatë në aktivitet. Miratohet shpërndarja e fondeve nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për dy parqet nacionale, Malishar dhe Pelister. Qëllimi është përritjen e kapaciteteve institucionale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave të mbrojtura. Me ribalancimin e buxhetit për vitin 2025 janë dhënë 10 milion denar për ndërmarrjen publike Malishar dhe 12.6 milion denar për ndërmarrjen publike Pelister në formë subvencionesh kapitale. Këto fonde do të përdoren për detyrimet e papaguara ndaj të punësuarve dhe realizuesve të projekteve në këto dy parqe dhe modernizimin e pajisjeve. Qeveria e Kosovës jep 150 euro në muaj për të paguar faturat e energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit. Miratohet programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike. Ministri i Detyrës Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati tha se me kthimin e stinës së dimrit, programi do të riaktivizohet për të ndihmuar familjet që nuk kanë mundësi të përballojnë pagesën e plotë të energjisë elektrike. Pra është programi që subvencionon pjesë apo faturën e plotë apo një pjesë të faturës varësisht nga përmbushja e kritereve të gjitha ato familje që të ardhurat mesatare për antar të familjes i kanë më të ulta se 150 euro në muaj. Pra nëse një familje 4 antarëshe ka më pak se 600 euro në muaj, i bie të kualifikohet për këtë program, pra ku një pjesë e faturës së energjisë elektrike i subvencionohet nga shteti direkt, pra në llogarinë e konsumatorit. Gjatë vitit të kaluar kemi pasur parafërsisht rreth mbi 80.000 familje përfituese, të njëjtat nuk kanë nevojë pra që të riaplikojnë përderisa nuk ka ndryshuar vendbanimi apo ormaci i tyre apo edhe struktura e familjes. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria filloi zbatimin e marrëveshjes SEPA. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Sekoj cilsoi nisjen e transaksionit të parë në euro përmes zonës unike të pagesave në euro, moment historik për tregun financiar shqiptar. Tani fillon dhe faza e dytë. Shfrytëzimi maksimal i këtij standardi nga banka dhe bizneset, edukimi i përdoruesve dhe thellimi i digitalizimit të pagesave. Pra pagesa me celular 24 orë në 7 ditë të javës dhe me karta, to sigurisht që kërkojnë investime. Pra gjithçka nuk ka të bëjë vetëm me përputhshmërinë ligjore dhe rregullatore për cilën ne po punojmë, që është detyra parësore e Bankës së Shqipërisë, po ka të bëjë dhe me implementimin dhe me përshtatjen e sistemeve, që kërkon dhe investime nga institucionet financiare dhe nga vetë Banka e Shqipërisë. Pra, jemi duke punuar në këtë drejtim për këtë sistem dhe në aspektin e sistemeve të pagesave ne i kemi kryer detyrat tona. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato vlerësoi se ky nuk është thjesht një zhvillim teknik në sistemin e pagesave, por një gur themeli në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në infrastrukturën financiare europiane. Qytetarët shqiptarë dhe familjet e tyre do të kursejnë në dërgesat në para, bizneset që funksionojnë në Shqipëri, qofshin ato vendese apo të huaja, do të kursejnë kohë dhe para, pasi transaksionet e tyre me partnerët europian do të jenë më të lira dhe më të shpejta, por edhe turistët do të ndjehen si në shtëpinë e tyre kur të kryejnë pagesa pa para në dorë, afruese të ishin në BE. Gjithashtu, formalizimi i ekonomisë shqiptare do të përforcohet më tej përmes më shumë pagesave digjitale dhe përfshirjes financiare. Tregtia nga Shqipëria, por edhe për në Shqipëri do të përmirësohet. SEPA, ose zona e vetme e pagesave në euro, bën të mundur që komisionet për transfertat elektronike nuk do të jenë më të larta se 25 euro, duke ulur me gati 10 herë. Përfitime të dukshme do të kenë dhe emigrantët, pasi për paratë që do të dërgojnë në Shqipëri nuk do të paguajnë më shumë se 3 euro. Hapi i parë që duhet të plotësojnë bizneset dhe qytetarët që të përfitojnë nga komisionet e ulta dhe shpejtësia e transfertës është hapi një llogarie bankare edhe në euro. Banka e Shqipërisë këshillon se një masë e tillë do të shmangte luhatit e kursit të këmbimit për dërgesat jashtë vendit. Këto ndryshime pritet të kursejnë qytetarëve dhe bizneseve shqiptare rreth 40 milion euro në vit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.